Sakrifica e parë. Në një qytet të vogël, ku rrugët ishin gjithmonë të mbushura me erës dhe tym, jetonte një grua e re, Ana. Ajo kishte një jetë të qetë me djalin e saj, Luanin, i cili ishte i sëmurë që nga lindja. Mjekët kishin thënë se vetëm një trajtim i shtrenjtë mund ta shpëtonte jetën e tij. Ana nuk kishte para, dhe çdo ditë ndiheje e pafuqishme, teksa shikonte djalin e saj duke vuajtur. Një ditë, ndërsa ecte në rrugët e qytetit, një shok i vjetër e njoftoi për një punë që mund të paguante shumë para punëtore nate në një lokal që shërbente klient të pasur dhe misterioz. Ana u ndje skandalizuar nga ideja, por dëshira për të shpëtuar jetën e djalit e bëri të bënte një zgjedhje që asnjë nën normale nuk do ta bënte. Ajo pranonte. Natën e parë ishte tmerruese. Ana ishte e trembur dhe klientët shikonin me sy të errët, por ajo e përballoi, duke menduar vetëm për Luani. Çdo monedhë që fitonte shkonte direkt për trajtimin e tij. Ajo mblidhte informacione për medikamentet, konsultohej me mjek dhe shpenzonte çdo moment të lirë duke studiuar për shëndetin e tij. Gjatë muajve të parë, Ana filloi të ndjente ndryshimin brenda vetes. Ajo mësoi të maskonte emocionet, të buzëqeshte kur nuk kishte forcë, dhe të sakrifikonte dinjitetin për të shpëtuar jetën e të vetmit, person që donte më shumë se gjithçka në botë. Luan filloi të përmirësohej. Shëndeti i tij u kthye pak nga pak, dhe Ana ndjeu një lehtësim që nuk mund ta përshkruante me fjalë. Por çdo natë që kalonte në punën e saj, një copë e shpirtit të saj thyhej. Ajo e dinte që çdo zgjedhje kishte çmim, dhe çmimi i saj po rritej çdo ditë. Në qytetin e vogël, njerëzit filluan të flisnin për Anën, por jo për të mirat që bënte. Kishin fjalë të këqija për natën, për vendimet që ajo merrte. Ana e injoronte, duke menduar vetëm për djalin e saj, por zemra e saj fillonte të rëndohej, e ndjen nga vetmia dhe dhimbja që po mbante vetëm. Një mbrëmje, ndërsa kthehej nga puna, një grua e moshuar e ndaloi në rrugë dhe i tha: "Çdo sakrificë ka një çmim që do ta paguash më vonë." Ana e kapi këtë si paralajmërim, por nuk kishte fuqi të ndalonte. Për të, Luan ishte i gjithë bota. Pas disa muajsh, trajtimi i djalit përfundoi me sukses. Ai ishte më i fortë, më i shëndetshëm, dhe Ana ndjeu një gëzim të papërshkrueshëm. Por pas gëzimit, erdhi vetmia. Ajo kishte humbur shumë nga vetja në rrugën e sakrificës. Që nga ajo ditë, Ana e dinte që jeta e saj nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Kujtime të hidhura dhe kohë e humbur. Vitet kalonin me ritmin e ngadalt të një orë që nuk ndalej kurrë. Ana vazhdonte punën e saj në atë lokal të errët. Edhe pse Luan tashmë kishte përfunduar trajtimin dhe shëndeti i tij ishte rikuperuar. Çdo ditë ajo ndihej më e lodhur, më e shkputur nga bota normale. Qyteti që dikur e kishte gjykuar filloi ta shikonte me respekt të fshehtë, por Ana nuk kishte kohë për lavdërime. Ajo jetonte në një realitet ku çdo sakrificë ishte një betejë e vazhdueshme me vetvete. Luan rritej, bëhej djalë i fuqishëm dhe i pavarur, pa e ditur kur çfarë kishte bërë nëna e tij për të shpëtuar jetën e tij. Ai fliste për ëndrat e tij, për miqtë e shkollës, për gjërat që donte të arrinte, dhe Ana e dëgjonte me zemër që digjej nga lumturia dhe dhimbja njëkohësisht. Lumturia që ndjente nga shëndeti i tij nuk mund të fshihte hidhërimin që vinte nga fakti se asnjëherë nuk kishte përmendur punën e saj të vështirë. Ana filloi të shkruante ditarin e saj. Ishte mënyra e vetme për të ruajtur kujtimet e sakrificës së saj, pa u ndikuar nga gjykimet e botës. Ajo shkruante për çdo moment të dhimbshëm dhe për çdo natë të errët që kishte kaluar duke menduar për të ardhmen e Luani. Çdo faqe ishte një betim i heshtur. Do të bëj gjithçka për të, edhe nëse kjo do të më shkatërrojë. Por koha kishte sjell edhe sfida të tjera. Shëndeti i saj filloi të dobësohej nga puna e lodhshme dhe stresi i vazhdueshëm. Ana e ndjente trupin duke i thënë se nuk mund të përballonte më shumë, por zemra e saj nuk pranoi të ndalonte. Ajo vazhdonte të punonte natën, ndërsa ditën kujdesej për Luanin, duke u munduar të maskonte lodhjen dhe dhimbjen. Në shkollë, Luan filloi të shfaqte tipare të rebeluara. Ai nuk kuptonte pse Ana ishte gjithmonë e lodhur, ose pse shpesh mungonte në ngjarjet e rëndësishme të jetës së tij. Pse nuk mund të jemi si familjet e tjera? Pyeste her pas here. Ana përgjigjej me buzëqeshje të lodhur, duke fshehur të vërtetën që mund ta shkatëronte botën e tij të pafajshme. Një natë, ndërsa Ana rinte e vetme në dhomë duke shikuar fotografitë e Luanit si fëmijë, ajo ndjeu një dhimbje të thellë. Të gjithë vitet e sakrificës, të gjitha netët e humbura, nuk ishin të dukshme për askënd. Për një moment, ajo mendoi: a ia vlente? A do ta kuptoj ndonjëherë se çdo gjë që kam bërë ishte për të? Por përgjigja nuk erdhi. Vetëm heshtja e dhomës e shoqëronte,
ndërsa ora tregon një kohë që nuk ndalej. Ana e dinte se betejat e saj nuk kishin përfunduar, ato sapo kishin filluar. Ajo duhej të përballej me realitetin që Luan mund ta mohonte, dhe se të gjitha sakrificat e saj mund të mbeteshin të pavlerësuara në sytë e tij të rinj dhe të paditur. Rritja e Luani dhe moskuptimi. Koha po kalonte dhe Luan ishte bërë një adoleshent i pjekur dhe i fortë. Pamja e tij shprehte vitalitet, por zemra e tij ishte mbushur me dyshime që ai ende nuk i kuptonte. Ai shikonte Anën çdo ditë, duke e vlerësuar si nën, por pa e ditur kurrë çfarë kishte sakrifikuar ajo për të. Çdo lodhje, çdo lot dhe çdo natë e humbur, për të, ishte vetëm një pjesë e natyrshme e jetës së përditshme. Ana vazhdonte të punonte natën, por tani kishte filluar të ndjej edhe pasojat e viteve të sakrificës. Trupi i saj ishte i lodhur dhe shpesh e merrnin sëmundjet e vogla. Megjithatë, ajo nuk ndalej. Çdo monedhë, çdo moment i dhimbshëm, ishte investim për të ardhmen e Luani. Luan filloi të ndjente një distancë midis tyre. Ai nuk kuptonte pse nëna e tij nuk ishte gjithmonë aty për të, pse shpesh mungonte në ngjarjet e tij të rëndësishme, pse buzëqeshja e saj ishte shpesh e lodhur. Pse nuk mund të kemi një jetë normale si të gjithë të tjerët? Pyeste ai një ditë, duke mos e ditur se përgjigja e vërtet do ta shkatëronte botën e tij të pafajshme. Ana përpiqej ta qetësonte me fjalë të buta. Unë bëj gjithçka për ty, Luan. Beso tek unë. Por fjalët e saj nuk ishin të mjaftueshme për të shpjeguar gjithë vuajtjet e saj, dhe ai filloi të ndihej i lënë pas dore. Një ndjenjë moskuptimi filloi të rritet midis tyre. Një mur i padukshëm që Ana nuk mund të shkatëronte me buzëqeshje apo shpjegime të thjeshta. Në shkollë, Luan filloi të bëhej i pavarur dhe shpesh e kritikoni mësuesit për mungesën e disiplinës, por ata nuk e dinin se çfarë po ndodhte në shtëpi. Ai filloi të shfaqte rebelim të brendshëm, duke mos kuptuar se çdo gjë që Ana bënte ishte për të mbrojtur dhe ndihmuar të ardhmen e tij. Një ditë, kur Ana u kthye në shtëpi pas një nate të lodhshme, e gjeti Luani duke i folur shokëve për jetën e tij të zakonshme. Ai nuk e dinte që çdo sukses i tij ishte rezultat i sakrificës së Anës. Ti nuk e kupton se çfarë është rritesh si gjithë të tjerët, tha ai, pa dashje duke thyer zemrën e saj. Ana ndjeu një dhimbje të thellë. Ajo e dinte se ai nuk e kuptonte, dhe ndoshta nuk do ta kuptonte kurrë. Por ajo nuk mund të ndalej. Çdo natë që kalonte duke punuar ishte një betim i heshtur për të. Do të sakrifikoja gjithçka për të siguruar një të ardhme për djalin tim, edhe nëse ai më mohon apo më gjykon një ditë. Moskuptimi i shndërrohet në mohim. Luan po bëhej gjithnjë më i pavarur dhe i pjekur, dhe ndërkohë që shikonte botën përreth tij me sy të rinj, filloi të marrë vendime që nuk përputheshin me sakrificat e Anës. Ai nuk kuptonte pse nëna e tij dukej gjithmonë e lodhur dhe shpesh e ftohtë. Për të, ajo nuk kishte nevojë të sakrifikonte aq shumë. Ai nuk e dinte që çdo monedhë që Ana kishte fituar ishte rezultati i netëve të errta dhe të dhimbshme. Një ditë, ndërsa Luan po diskutonte me shokët për të ardhmen e tij, një prej tyre tha: "Të gjithë nënat kanë punët e tyre, por të sakrifikosh kaq shumë. Kjo është e çuditshme." Luan e dëgjoi dhe filloi të dyshoj. Ai filloi të ndjente një zgjim të brendshëm të inatosjes ndaj nënës së tij. Pse ajo nuk ishte si nënat e tjerëve? Se gjithmonë duke e përkulur nga lodhja, dhe jo e lumtur për suksesin e tij. Ditët e mëvonshme, Luan u bë i largët. Ai filloi të shmangte momentet intime me Anën, të mos i thoshte asnjë fjalë të ngrohtë, dhe shpesh i përgjigjej me ftohtësi. Ana e ndjente këtë ndryshim, dhe zemra e saj filloi të thyhej pak nga pak. Ajo përpiqej të fliste me të, por çdo fjalë e saj dukej e tepërt dhe nuk arrinte të depërtonte muret që Luan kishte ngritur rreth vetes. Një mbrëmje, kur Ana kthehej nga puna pas një nate të gjatë, e gjeti Luani duke mos e pritur. Ai ishte ulur me shokët e tij dhe i tha me një ton të ftohtë: "Nuk kam nevojë për ndihmën tënde, mund të bëj gjithçka vetë." Ana ndjeu një dhimbje të thellë, por përpiqej të ruante qetësinë. "Unë gjithmonë kam dashur të të ndihmoj, Luan," tha ajo, duke u munduar të mbante zërin e saj të butë. Por fjalët e saj ranë në ajër të ftohtë, të padëgjuara. Në javët e ardhshme, Luan filloi të mohojë gjithçka që Ana kishte bërë për të. Ai nuk e pranonte sakrificën e saj, duke e parë atë si një prani të detyruar dhe jo të dashur. Ai shpesh akuzonte për çdo problem të vogël që ndodhte në jetën e tij, duke harruar të gjitha netët kur ajo kishte luftuar për shëndetin e tij. Ana e ndjente këtë mohim si një thikë që i depërtonte shpirtin, por nuk kishte forcë të kundërshtonte djalin e saj. Ajo kuptoi se disa plagë nuk shërohen vetëm me dashuri. Ato kërkojnë kohë dhe kuptim që shpesh nuk vjen në mënyrë të natyrshme. Indiferenca e Luani dhe izolimi i Anës. Me kalimin e viteve,
Luan u bë një djalë i fortë dhe i pavarur, por zemra e tij ishte mbyllur ndaj nënës që kishte sakrifikuar gjithçka për të. Ai nuk e kuptonte dashurinë e saj të heshtur, dhe shpesh e shikonte lodhjen dhe sakrificën e saj si diçka të natyrshme, pa vlerë. Çdo përpjekje e Anës për të komunikuar me të dështonte. Çdo fjalë e butë për kujdese shpesh kthehej në ftohtësi ose indiferencë. Ana ndjeu një boshllëk të madh në zemër. Vitet e sakrificës së saj nuk kishin sjell mirënjohje apo respekt, vetëm dhimbje dhe moskuptim. Ajo filloi të mbyllej në vetvete, duke ruajtur të fshehta dhe kujtime të hidhura vetëm për veten. Çdo ditë, ajo shkonte në punë dhe kthehej në shtëpi, pa të drejtë për të dëgjuar apo kuptuar. Shumë net kalonin duke qarë në heshtje, duke kujtuar momentet kur Luan ishte fëmijë dhe kur shikonte botën me sy të pafajshëm dhe të besueshëm. Luan filloi të merrte vendime që e largonin më shumë nga Ana. Ai refuzonte të fliste për të kaluarën, për sakrificat që ajo kishte bërë, dhe shpesh e kritikonin për çdo gabim të vogël. Në vend të dashurisë dhe respektit, ai zgjidhte distancën dhe indiferencën. Ana e kuptoi se betejat e saj nuk ishin më të dukshme për të. Ajo ishte bërë një figurë e heshtur në jetën e djalit të saj, një figurë që nuk kishte më fuqi të ndikonte. Një ditë, kur Luan ishte duke diskutuar për planet e tij për të ardhmen me shokët e tij, ai tha: "Nuk kam nevojë për këshillat e askujt, sidomos të nënës sime. Mund të bëj gjithçka vetë." Fjalët ranë si një grusht i rënd në zemrën e Anës. Ajo e kuptoi se çdo sakrificë, çdo net e humbura, çdo lot për shëndetin e tij, kishte mbetur e pavlerë në sytë e tij. Por Ana nuk mund të ndalej. Për të, dashuria ndaj Luani ishte më e fortë se dhimbja. Ajo vazhdonte të kujdesej për të përpiqej të shëronte plagët e tij emocionale, edhe pse ai nuk e kuptonte asnjëherë. Çdo buzëqeshje e tij, edhe e ftohtë dhe e largët, ishte një motiv për të vazhduar. Në këtë pjesë, izolimi emocional i Anës arrin kulmin. Ajo kupton se dashuria dhe sakrifica shpesh nuk shpërblehen me mirënjohje, dhe se ndonjëherë duhet të durosh dhe të japësh pa pritshmëri. Kjo fazë dramatike vendos themelet për konfrontimin e mëvonshëm dhe për pasojat e mohim të vazhdueshëm të Luani. Rruga e pavarësisë dhe kriza e Anës. Me kalimin e viteve, Luan u bë një rritur i pavarur, i vendosur të ndërtonte jetën e tij sipas mënyrës së tij, pa marrë parasysh sakrificën e nënës. Ai filloi të merrte vendime që shpesh e largonin nga Ana. Punë larg qytetit, shoqëri të reja dhe një stil jetese që nuk linte vend për kujdesin e saj. Çdo përpjekje e Anës për të ndikuar ose për të dhënë këshilla për fatin e tij, u përball me ftohtësi ose refuzim. Ana ndjente një boshllëk të thellë në zemër. Shumë net kalonin duke e parë djalin e saj të larguar, duke ndjerë dhimbje të heshtur dhe një ndjenjë të pashmangshme të humbjes. Megjithatë, ajo nuk mund të dorëzohej. Çdo gjë që kishte bërë, çdo natë e kaluar në punë, çdo lot për shëndetin e tij, ishte pjesë e betimit të saj të heshtur, të siguroj që Luan të kishte një jetë të mirë, pavarësisht mohim dhe indiferencës. Një ditë, Luan vendosi të largohej për të studiuar dhe punuar jashtë qytetit. Ana ndjeu një dhimbje të madhe, por nuk e tha asnjë fjalë. Ajo e kuptonte se kjo ishte rruga e tij dhe se nuk mund të pengonte zgjedhjet e tij, por largësia e tij e bëri më të dukshme vetminë e saj dhe realitetin e asaj, që nuk do të pranonte kurrë mirënjohjen që meritonte. Ana filloi të kujtojë momentet kur Luani ishte fëmijë. Sytë e tij të pafajshëm, buzëqeshja e tij e vogël, momentet kur shëndeti i tij ishte në rrezik dhe çdo natë ishte një luftë për ta mbajtur gjallë. Kujtimet ishin të dhimbshme, por edhe burim force. Ajo kuptoi se dashuria e saj ishte e vetmja gjë që nuk mund të mohohej, edhe nëse Luan e mohonte atë me fjalë dhe veprime. Mojimi i hapur dhe tensioni i maksimal. Pas disa viteve largësie dhe pavarësie, Luan u kthye në qytet si një rritur i suksesshëm, i sigurt në vendimet e tij dhe i fokusuar në jetën e tij. Ai kishte ndërtuar një botë ku Ana nuk kishte më rol të dukshëm, dhe për të, ajo ishte thjesht një kujtesë së shkuarës. Kur e takoi Anën pas një kohe të gjatë, ajo u përpoq ta përqafonte, por Luan e tërhoqi dorën e saj me një ftohtësi të papritur. Nuk kam nevojë për këtë, mund të bëj gjithçka vetë. Fjalët e tij goditën Ana si një shpatë e ftohtë. Ai nuk kishte kuptuar sakrificën e saj, dhe as nuk donte ta pranonte. Ana ndjeu një dhimbje të thellë, por përpiqej të qëndronte e fortë. Luan, gjithçka që kam bërë ka qenë për ty, tha ajo me zërin e dridhur, duke përpiqur të shpërndante dashurinë e saj në çdo fjalë. Por Luan nuk dëgjoi. Ai vazhdoi të mbrohej me indiferencë dhe akuzime. Të gjitha ato net që mungove, të gjitha ato sakrifica, nuk dua të flas për to. Unë nuk kam nevojë për asgjë nga ty.
Ana ndjeu një boshllëk të thellë në shpirt, por një forcë e heshtur e mbajti të qëndronte. Ajo e kuptoi se djalit të saj nuk mund t'i shpjegonte dashurinë e saj në këtë moment. Ai nuk ishte i gatshëm ta pranonte. Megjithatë, ajo nuk do të hiqte dorë nga tjetri, sepse çdo sakrificë kishte një kuptim për të, edhe nëse Luan nuk e kuptonte. Ditët pas këtij takimi ishin të ngarkuara me tension. Ana përballej me indiferencën e hapur të Luani, dhe shpesh ndjehej e vetmuar mes njerëzve që nuk e kuptonin vuajtjen e saj. Çdo përpjekje për të ndihmuar ose për të komunikuar me të përfundonte në moskuptim dhe largim. Por Ana vazhdonte të ruante një shpresë të heshtur. Një ditë, Luan mund të kuptonte gjithçka. Ajo e dinte se dashuria e saj nuk vare nga fjalët apo mirënjohja e tij, por nga vendimi i saj për të sakrifikuar gjithçka për jetën e tij. Kjo forcë e heshtur e mbajti Ana të qëndronte, duke pritur ditën kur murin e mohim të Luani do ta thyente dashuria e saj e palëkundur. Reflektimi dhe fillimi i një rrugë të re. Pas konfrontimit të dhimbshëm me Luani, Ana u tërhoq për disa ditë në vetminë e saj. Shtëpia që dikur kishte qenë mbushur me zëra dhe buzëqeshje, tani dukej bosh dhe e heshtur. Ajo u ul pranë dritares dhe filloi të shikonte rrugët e qytetit, duke kujtuar vitet kur Luani ishte fëmijë dhe shikonte botën me sytë e pafajshëm dhe të besueshëm. Në heshtjen e saj, Ana filloi të reflektonte mbi të gjitha sakrificat e bëra. Ajo mendoi për netët e humbura, për lodhjen dhe dhimbjet që kishte duruar për të siguruar shëndetin dhe të ardhmen e djalit të saj. Megjithatë, ajo kuptoi diçka thelbësore. Dashuria e saj nuk varej nga mirënjohja e Luani. Ajo kishte bërë gjithçka për të, sepse ishte zgjedhja e saj dhe betimi i saj ndaj një jete që ajo donte të shpëtonte. Në këtë reflektim, Ana filloi të ndjente një forcë të re. Ajo kuptoi se nuk mund të kontrollonte emocionet apo veprimet e Luani, por mund të kontrollonte mënyrën se si përballonte dhimbjen e saj dhe se si vazhdonte të jetonte me dinjitet dhe forcë. Çdo lot që kishte derdhur, çdo sakrificë që kishte bërë, nuk kishte shkuar dëm, ato e kishin bërë të fortë dhe të palëkundur. Ndërkohë, Luani filloi të përballej me realitetin e jetës së tij të pavarur. Në vendet ku ndihej i vetmuar, në sfidat që nuk mund t'i zgjidhte vetëm, filloi të kujtonte momente të humbura me nënën. Ai ndjeu një boshllëk që nuk mund ta mbushte me suksesin apo miqësitë e reja, por ishte vonë për pendim të menjëhershëm. Murin e mohim ai e kishte ngritur aq lart sa ishte e vështirë ta thyej. Ana, duke pranuar realitetin dhe duke reflektuar mbi fuqinë e vet, filloi të ndërtonte një rrugë të re. Ajo vazhdoi punën, por tani jo vetëm për të, por edhe për vetveten. Filloi të kujdesej për shëndetin e saj, për ëndrat e saj të harruara dhe për jetën që kishte lënë pas për dashurinë e Luani. Në heshtjen e saj, ajo ndjeu një liri të re, një liri e cila nuk vare nga mirënjohja e djalit, por nga fuqia dhe vetëdia e saj për vlerën e sakrificës. Kjo pjesë tregon fillimin e një faze të re. Pavarësia emocionale e Anës dhe përpjekja për të rimarrë kontrollin mbi jetën e saj, ndërkohë që marrëdhënia me Luanin mbetet e tensionuar, duke lënë hapësirë për pajtim në pjesët e ardhshme. Ndjenja e mungesës dhe pasojat e mohim. Pas disa vitesh largësie emocionale, Luan filloi të ndjente pasojat e distancës dhe indiferencës së tij ndaj Anës. Përtej suksesit të jashtëm dhe pavarësisë së fituar, një boshllëk i thellë po rritej brenda tij. Ai ndjeu se diçka mungonte në jetën e tij, diçka që nuk mund të zëvendësohej me miqësitë, karrierën apo aventurat e jashtme. Në një mbrëmje të qetë, ndërsa shikonte fotografitë e fëmijërisë së tij, kujtimet e nënës u shfaqën me forcë. Ai filloi të kuptonte se çdo net që Ana kishte punuar, çdo sakrificë që kishte bërë, nuk ishte diçka e zakonshme, ishte dashuri e vërtetë, e pakushtëzuar dhe e heshtur. Por mohimi i tij e kishte bërë atë të paaftë për të njohur këtë realitet më herët. Luan filloi të ndihej i fajshëm për ftohtësinë dhe indiferencën që kishte treguar për shumë vite. Ai kujtoi fjalët e dhimbshme që kishte thënë, shmangjet dhe distancën që kishte krijuar midis tyre. Çdo kujtim i Anës, si një nënë e përkushtuar, u shfaq me një dhimbje të thellë në zemrën e tij. Ana, nga ana tjetër, kishte filluar të ndërtonte një jetë të qëndrueshme dhe të qetë për veten. Ajo nuk priste më mirënjohje nga Luan. Ajo e dinte se dashuria e saj nuk varej nga pranim apo falënderim. Megjithatë, ajo ndjente një shpresë të heshtur që një ditë djalin e saj mund ta kuptonte sakrificën dhe dashurinë që kishte dhënë. Në këtë pjesë, tensioni fillon të ndryshojë drejt një ndjesie reflektimi dhe pendimi nga ana e Luani. Ai ndjen boshllëkun e krijuar nga mohimi i tij dhe fillon të kuptojë rëndësinë e nënës. Kjo hap mundësinë për pajtim, por gjithçka do të kërkojë kohë dhe ndjeshmëri. Fillimi i pendimit dhe pajtimi i heshtur.
Pas shumë viteve indiference, Luan filloi të ndjente se diçka e rëndësishme mungonte në jetën e tij, lidhja me nënën. Kujtimet e fëmijërisë, netët kur ajo ishte zgjuar për të kujdesur për shëndetin e tij, dhe lodhja e saj e heshtur, filluan të shfaqeshin me forcë në mendimet e tij. Ai kuptoi se çdo sukses i tij nuk kishte kuptim pa praninë dhe sakrificën e Anës. Një ditë, Luan vendosi ta vizitonte Anën pa lajmëruar. Kur ajo e pa duke u afruar, zemra e saj rriti ritmin, por ajo ruajti qetësinë. Ai qëndroi heshtur për disa momente, duke e vështruar nënën që kishte sakrifikuar gjithçka për të. Fjalët nuk erdhën menjëherë. Ai ndjente peshën e fajit dhe dhimbjen që kishte krijuar gjatë gjithë këtyre viteve. Ana, me një buzëqeshje të qetë dhe të butë, e përqafoi, duke e kuptuar heshtjen e tij. Ajo nuk e pyeti për fjalët e dhimbshme të së kaluarës. Ajo thjesht qëndroi pranë tij, duke i dhënë hapësirë për të shprehur ndjesitë e tij. Pas një kohe të gjatë, Luan foli me zë të dridhur. "Më fal, nën. Nuk kuptova asgjë më parë. Tani kuptoj gjithçka që ke bërë për mua." Ana ndjeu një lehtësim të madh, por edhe një dhimbje të heshtur. Ai po kuptonte, por vitet e humbura nuk mund të rikuperoheshin. Megjithatë, ajo e di se pendimi i Luani është hapi i parë drejt një marrëdhënie të re, të ndërtuar mbi respekt, dashuri dhe kuptim të ndërsjellë. Ditët pas këtij takimi ishin të mbushura me biseda të gjata, kujtime dhe ndarje të ndjeshmërive të vjetra. Luan dëshironte të kuptonte çdo sakrificë që Ana kishte bërë, dhe Ana, me durim dhe dashuri, filloi t'i tregonte historinë e saj, duke ndihmuar atë të shihte gjithë vuajtjen, betimin dhe dashurinë që kishte për të. Shprehja e mirënjohjes dhe ripërtëritja e lidhjes. Pas reflektimit të thellë dhe pendimit të tij, Luan filloi të ndërmerte hapa konkret për të treguar dashurinë dhe mirënjohjen ndaj Anës. Ai e kuptoi se fjalët e thjeshta nuk mjaftonin për të shprehur gjithë dhimbjen, vuajtjen dhe sakrificën që ajo kishte bërë për të. Një mëngjes, Luan vendosi të përgatisë një ditë të veçantë për Anën. Ai e mori atë në qytet, në vendet ku ajo kishte kaluar kohë duke punuar, duke kujtuar netët e gjata që kishte sakrifikuar për shëndetin dhe jetën e tij. Gjatë udhëtimit, ai foli me sinqeritet të plotë. "Nën, tani kuptoj gjithçka që ke bërë. Çdo lot, çdo sakrificë, çdo net që ke qëndruar pa gjumë, nuk ka shkuar dëm. Faleminderit që më ke dhënë jetën dhe dashurinë tënde të pakushtëzuar." Ana e dëgjoi me sy të lagur nga lotët e gëzimit. Për shumë vite, ajo kishte duruar dhimbje dhe mohim, por tani ndjeu se gjithçka kishte kuptim. Ajo e kuptoi se përpjekjet e saj nuk ishin harruar. Dashuria dhe sakrifica e saj ishin vlerësuar, edhe pse më vonë. Pas kësaj dite, marrëdhënia e tyre filloi të ndryshonte. Luan e ndihmonte Anën në çdo aspekt të jetës së saj, duke u kujdesur për shëndetin, duke ndarë kohë dhe për kujdesje. Ai filloi të ndërtonte kujtime të reja me të, duke e përqafuar jo vetëm si nën, por edhe si grua që kishte sakrifikuar gjithçka për të. Ana ndjeu një qetësi të brendshme, që nuk e kishte ndjerë kur më parë. Ajo e kuptoi se dashuria e saj për Luani nuk varrej më nga fjalët e tij apo veprimet, por se tani gjithçka ishte reciproke. Për herë të parë pas shumë viteve, ajo ndjeu se sakrificat e saj kishin sjell jo vetëm shpëtim për djalin, por edhe një lidhje të re dhe të fortë mes tyre. Paqja dhe lidhja e ri për të rirë. Pas shumë viteve vuajtjesh, mohim dhe sakrificash të heshtura, Ana dhe Luan arritën një fazë të re në marrëdhënien e tyre. Tani çdo moment që kalonin së bashku ishte i çmuar dhe i mbushur me mirënjohje të ndërsjellë. Luan kishte kuptuar rëndësinë e çdo nate të kaluar nga Ana duke punuar për të, dhe Ana e kuptoi se dashuria e saj kishte mbjetuar të gjitha sfidat dhe moskuptimet. Një ditë, ata u ulën pranë dritares së shtëpisë, duke shikuar qytetin që kishte qenë dëshmitari i viteve të tyre të dhimbshme dhe sakrificës. Luan mori dorën e Anës dhe me zë të qetë tha: "Nën, nuk ka asgjë që mund të të falenderoj mjaftueshëm. Tani kuptoj gjithçka dhe dua të jem pranë teje, jo vetëm si bir, por si njeri që të respekton dhe të do pa kushte." Ana ndjeu një emocion të thellë që për shumë vite kishte mbajtur të fshehur brenda saj. Ajo kuptoi se çdo lot, çdo net e humbura dhe çdo sakrificë kishte krijuar një lidhje të pasvendësueshme mes tyre. Nuk ishte më rëndësia e mirënjohjes së djalit për momentin, por fakti që dashuria dhe respekti ishin kthyer dhe po lulezonin së bashku. Në ditët dhe muajt që pasuan, Ana dhe Luan filluan të ndërtonin kujtime të reja, të ndara jo me dhimbje dhe mohim, por me afrim, respekt dhe dashuri të vërtet. Ata filluan të ndanin biseda të gjata, shëtitje në qytet, dhe momente të thjeshta të përditshme që më parë ishin të pamundura. Lidhja e tyre u forcua dhe u bë e pathyeshme,
bazuar në përvojat e së kaluarës dhe në kuptimin e ndërsjellë të dashurisë. Ana, duke reflektuar mbi jetën e saj, e kuptoi se çdo sakrificë kishte vlerë, jo vetëm për shpëtimin e Luani, por edhe për zhvillimin e saj si nënë dhe si njeri. Luan, nga ana tjetër, mësoi se dashuria e një nëne nuk matet me fjalë, por me veprime, durim dhe qëndresë. Në fund, historia e tyre u mbyll me një ndjenjë paqeje dhe ripërtëritjeje. Një marrëdhënie e fortë dhe e qëndrueshme midis nënës dhe djalit, e ndërtuar mbi sakrificë, dashuri dhe kuptim të thellë. Ajo tregoi se edhe pas viteve të mohim dhe moskuptimi, dashuria e vërtet mund të triumfojë dhe të ripërtëriret, duke krijuar një lidhje që nuk mund të thyet kurrë.